Mirë se veni në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Kolagjeni reklamohet si sekreti për një fytyrë më të re, lëkurë më të lëmuar, flokë më të fortë dhe nyje pa dhimbje. Por çfarë ndodh realisht nëse konsumoni kolagjen çdo ditë për 30 ditë? A mund të zvogëlohen rrudhat dhe a bëhet fytyra më e plotë dhe më e hidratuar? Kolagjeni është proteina më e bollshme në trup. Ai formon një pjesë të rëndësishme të lëkurës, kockave, kërcit, tendinave dhe ligamenteve. Në lëkurë, kolagjeni ndihmon në ruajtjen e strukturës, forcisë dhe elasticitetit, por me kalimin e moshës, trupi fillon të prodhojë më pak. Ekspozimi i tepërt në diell, pirja e duhanit, mungesa e gjumit dhe ushqimi i dobët mund ta përshpejtojnë këtë proces. Dhe rezultati mund të jetë lëkurë më e hollë, më e thatë dhe shfaqje më e dukshme e vijeve të holla. Në këtë video do të shohim se çfarë mund t'i ndodh trupit dhe fytyrës gjatë 30 ditëve të para të përdorimit të kolagjenit dhe cilat pretendime janë më shumë marketing se sa realitet. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video që ju bën të kuptoni më mirë shëndetin tuaj. Java e parë, kolagjeni nuk shkon direkt në fytyrë. Kur konsumoni kolagjen, ai nuk udhton i paprekur deri te fytyra dhe nuk mbush më njëherë rrudhat. Sistemi i tretës është përbën ato në peptide dhe aminoacide më të vogla. Më pas, organizmi përdor këto përbërës atje ku ka nevojë. Kjo do të thotë se trupi vendos nëse do t'i përdor për lëkurën, muskujt, kërcin, kockat apo inde të tjera. Gjatë javës së parë, shumica e njerëzve nuk duhet të presin ndonjë ndryshim të dukshëm në fytyrë. Lëkura nuk rindërtohet brenda natës. Proceset që lidhen me prodhimin e kolagjenit dhe rinovimin e qelizave kërkojnë kohë. Disa persona mund të vërejnë më pak thatësi, por kjo mund të ndikohet edhe nga sasia e ujit që konsumojnë, produkte që përdorin në fytyrë, moti dhe ushqime. Kolagjeni nuk funksionon si një krem hidratues që e bën lëkurën më të butë menjëherë pas përdorimit. Java e dytë, lëkura mund të ndihet pak më e hidratuar. Gjatë javës së dytë, disa persona mund të fillojnë të vërejnë se lëkura ndihet më pak e thatë ose pak më e butë. Studime mbi kolagjenin e hidrolizuar kanë raportuar përmirësime të mëndshme në hidratimin dhe elasticitetin e lëkurës. Megjithatë, rezultatet nuk janë të njëjta për çdo person dhe ndryshimet më të qarta në shumicën e studimeve janë vlerësuar pas 8 javësh ose më shumë. Prandaj, pas vetëm 2 javësh, çdo përmirësim ka të ngjarë të jetë i vogël. Fytyra mund të duket pak më e freskët nëse lëkura është më e hidratuar, por kjo nuk do të thotë se rrudhat janë zhdukur ose se është krijuar një sasi e madhe kolagjeni të ri. Hidratimi mund t'i bëjë vijat shumë të holla dhe të duken përkohësisht më pak të theksuara. Por rrudhat më të thella nuk mbushen vetëm duke pirë kolagjen për disa ditë. Java e tretë, fytyra mund të duket më e butë. Nga java e tretë, disa njerëz mund të vërejnë një ndryshim të lehtë në butësinë ose strukturën e lëkurës. Fytyra mund të ndihet më e lëmuar dhe më pak e tendosur, veçanërisht tek persona që më parë kishin lëkurë shumë të thatë. Kolagjeni mund të mbështetë strukturën e lëkurës, por efekti pas 3 javësh zakonisht nuk është dramatik. Nuk duhet të presni që lëkura e varur të shtrëngohet menjëherë, që vijat e thella të zhduken apo që forma e fytyrës të ndryshojë. Një ndryshim real nga kolagjeni zakonisht është shumë më gradual dhe më i butë. Java e katërt, mund të shfaqet një ndryshim i lehtë. Pas 30 ditësh, disa persona mund të vërejnë që fytyra duket më e hidratuar, më e butë ose më e freskët. Vijat shumë të holla mund të duken pak më pak të theksuara, kryesisht për shkak të hidratimit më të mirë dhe përmirësimit të mundshëm të elasticitetit. Pra, muaji i parë është fillimi i një procesi për një fytyrë më të bukur. A mund t'i zvogëlojë rrudhat? Kolagjeni mund të ndihmojë në përmirësimin e hidratimit dhe butësinë e lëkurës tek disa persona. Nëse lëkura bëhet më e hidratuar dhe elastike, vijat e holla mund të duken më pak të theksuara. Rrudhat ndikohen nga mosha, gjenetika, ekspozimi në diell, pirja e duhanit, mimikat e fytyrës dhe humbja graduale e yndyrës nën lëkurë. Një nga mënyrat më të rëndësishme për të ngadalësuar dëmtimin e lëkurës është mbrojtja e përditshme nga dielli. Nuk ka shumë kuptim të merrni kolagjen çdo ditë ndërsa në të njëjtën kohë e ekspozoni fytyrën vazhdimisht ndaj rrezeve të forta ultraviolet pa mbrojtje. Çfarë mund të ndodhë nyjeve? Kolagjeni nuk ndikon vetëm në pamjen e jashtme. Ai është gjithashtu pjesë e kërcit, tendinave dhe ligamenteve. Disa studime kanë treguar se suplementet me kolagjen mund të ndihmojnë në zvogëlimin e dhimbjes dhe përmirësimin e funksionit tek disa persona me probleme të nyjeve.
Megjithatë, ky efekt zakonisht nuk ndodh brenda disa ditësh. Pas 30 ditësh, disa persona mund të vërejnë një përmirësim të vogël në ngurtësinë ose pa rehatin e nyjeve, por ndryshimet më të qarta mund të kërkojnë disa muaj. Kolagjeni nuk rindërton menjëherë kërcin e dëmtuar dhe nuk duhet të përdoret si zëvendësim për diagnostikimin ose trajtimin mjekësor. A mund të ndihmojë muskujt? Kolagjeni është protein, por nuk është proteina më e mirë për ndërtimin e muskujve. Ai nuk përmban të gjitha aminoacidet thelbësore nëpër masa ideale dhe ka më pak leucinë se sa proteina të plota, si qumshti, vezët, mishi ose proteina e hirrës. Prandaj, persona që duan të ndërtojnë muskujt nuk duhet ta zaventojnë të gjithë proteinën e ushqimit me kolagjen. Kolagjeni mund të jetë një shtesë, por organizmi vazhdon të ketë nevojë për burime të plota proteinash. A ka efekte anësore? Për shumicën e njerëzve kolagjeni tolerohet mirë, por disa mund të përjetojnë fryrje, ndjesi rendese, orë të përzgjera ose shije të pakëndshme në gojë. Burimi i kolagjenit është gjithashtu i rëndësishëm. Ai mund të prodhohet nga peshku, derri ose pula. Personat me alergji duhet të kontrollojnë gjithmonë etiketën e produktit. Gjithashtu, kolagjeni i vegan zakonisht nuk është kolagjen i vërtet. Shumica e këtyre produkteve përmbajnë vitamina dhe aminoacide që synojnë të mbështesin prodhimin natyral të kolagjenit nga trupi. Personat shtatzën, ata që ushqejnë me gjy, kanë sëmundje kronike ose marrin medikamente, duhet të konsultohen me mjekun para se të fillojnë një suplement të ri. Cili kolagjen është më i përdorur? Për lëkurën përdoren zakonisht peptidet e kolagjenit të hidrolizuar. Termi hidrolizuar do të thotë se kolagjeni është përbërë në pjesë më të vogla, duke e bërë më të lehtë tretjen dhe përthithjen. Produktet ndryshojnë shumë në cilësi dhe përbërje. Disa përmbajnë vetëm kolagjen, ndërsa të tjerë kanë sheqer, aroma, vitamina dhe përbërës të tjerë. Është më e rëndësishme të zgjidhet një produkt nga një prodhues i besueshëm me përbërje të qartë dhe kontroll të pavarur të cilësisë. Edhe vitamina C është e rëndësishme, sepse trupi ka nevojë për të prodhuar kolagjenin e vet. Por kjo nuk do të thotë se duhet të merrni doza tepër të larta. Për shumë njerëz, fruta dhe perime, si specat, agrumet, kivi dhe lule shtrydhet, mund të ofrojnë vitaminë C të mjaftueshme. Pas 30 ditësh, çfarë mund të presni realisht? Pas 30 ditësh përdorimit të rregullt, lëkura mund të ndihet pak më hidratuar dhe më e butë. Fytyra mund të duket më e freskët dhe disa vija shumë të holla mund të jenë pak të dukshme. Disa persona mund të ndjejnë një ndryshim të vogël në nyje ose të vërejnë që thonjtë të thyhen më pak. Rezultatet kur ndodhen janë zakonisht të vogla dhe graduale. Përmirësimet më të dukshme në studime shpesh janë vlerësuar pas 2 ose 3 muajsh dhe jo vetëm pas 30 ditësh. Gjumi i mirë, ushqimi i balancuar, proteina mjaftueshme, vitamina C, mos pirja e duhanit dhe mbrojtja nga dielli mund të kenë një ndikim shumë të madh në mënyrën se si plaket fytyra. Pra pas 30 ditësh mund të shihni fillimet e një ndryshimi, por për rezultatet reale duhet kohë, vazhdimsi dhe pritshmëri të arsyeshme. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.